para 2 ditësh në orën 5 të mëngjesit, dëgjoja 4-5 të mëngjesit dëgjova Kesin që kërcënoi Inën që do të mbush me Wow! Ishte një deklaratë. Ja, një sekond ta them. Ka kushtuar Do të mbush me grushta jashtë. Dhe kam ndetur një ditë e gjysmë për ta rigjetur deklaratën se nuk e gjeja në asnjë vend. Dhe shqyqyr Zotit ma ka gjetur patjetër dhe shqyqyr po dhe shqyqyr Zotit ma gjeti e kam postuar unë po e kam hedhur tash shpresoj që masa të merren po dyshoj sepse infot janë që ai djalë është pjesë e një është familjari dikujt që është aty brenda, që punon aty, sepse po i toleron shumë gjëra dhe mbasi tash ka ardhur koha që paktën neve jashtë ta ngrem zërin për të marrë një masë. Se për kërcënime, për ishte shumë e rëndë. Realisht ishte shumë e rëndë.